Jemi. Asgjë nuk kemi, jo. Jemi bërë pak të vjetra me këtë këngën, mendoj që duhet ta ndryshojmë. Na duhet një e re për hapjen e pamanualit. Emisionit ja fillova ashtu si unë du. Me shkujt I tranova sot unë veç po du. Muzik shumë, sharje shumë, as I mashkull jo, nuk di çfarë do. Absolutisht, ju lutem regjistrojeni në një studio muzikore. Kjo është kënga jonë. Që titullohet Meshkujt janë dera? Bravo. Si thoni ti marrim leje dhe Elvanas apo çiç? Po besoj të Elvana është Dakord, po, patjetër. Meshkujt janë dera. Qartazi. Dakord. Që ka gjë kundër. Ç'a bët këtë fundjavë mirë? E ca vëmë këtë fundjavë. E mua më duket si një përjetësi. Jam shumë smur, thashta ndaj dhe me ju nga ekrani. Jam palosur, por më kam marrë më sysh. Mirë, para se Megli të ishte sëmur, bërë një stand-up komedi dhe ne shkojmë dhe pam atje. Si u duk? Unë mendoj që ti duhet ta bësh vazhdimisht për qeshur. Normal se unë jam I palaço që ecë. Është gjithmonë një njeri në fis, nuk e di a e keni ju që bën për qeshur edhe e kërkon sa herë takon thotë do më bësh pak për qeshur, kjo është historia me ty tani vazhdim. Do më bësh pak për qeshur. Unë mendoj që nëse keni dhe ju një njeri në shtëpi që u bën për të qeshur, duhet ta pyesni se si është. Domethënë mentally. Nuk është mirë, nëse ka aq shumë sens humori, ka diçka që shkon. Më tha një shok, tha, nuk është ta se ti zgjedh tha që ti jesh humorist. Thjesht të ndodh diçka në jetë dhe që nga ai moment nuk merr më asgjë seriozisht. Unë mendoj që ka të bëjë me IQ-n zemra. Pa ofenduar veten time që s'bëj dot për qeshur, po ka të bëjë me IQ-n, sepse edhe me, ku di unë, sensin e humorit është I lindur, vëlla, jo çdo kush mund të bëjë humor. Unë kam pranuar fatin tim, jam këtu në mesin tuaj ku më pyesin që Dalina kush është kontributi yt? Balanca them, nuk them humorit. E di çka kuptova unë nga I stand-upi që dy, dhe kanë të bëjë me meshkujt, vëmendje. Meshkujt nga Korça do më bëjnë gjithmonë për të qeshur. Domethënë, por thjesht aq, vetëm për të qeshur. Vetëm për të qeshur. Domethënë, ai mund të jetë duke thënë edhe budallikun më të madh dhe unë do qesh sepse e folura korçare, më bëjnë gjithmonë për të qeshur. E brelal ke vajta atje ti, hape atë, bere këte, qeshun, vitem. Dhe dyta, Megli, meshkujt e shkurtër nuk do më bëjnë dot kurrë për të qeshur. Jo, ne sot kishim një argument tjetër, sepse mendoj që një mashkull I shkurtër aq ka për të ofruar humorin. Po flisni për një çundë shkurtër dhe thashë është shumë fani dhe Megli tha Jo, unë mendoj, po të jesh I shkurtër nga Korça. Jo. Mendoj që të rriten ngjasat për të bërë humor, po çunat e shkurtër kanë një gjë që nuk bëjnë dot as për qeshur. Nuk është kjo, domethënë e përgjithshme. Okay. E di çfarë dua unë nga çunat e shkurtër, dua që çunave të shkurtër t'ju marr vetbesimin. Ka një lloj vetbesimi të frikshëm. Që pse të mos e ke në fund të ditës. Çunat përgjithësi, e kupton? Është I Lordi Farkuad që zbriti nga kali dhe kishte këmbë fallca dhe zbriti në tokë gjinje 5 Mu duk shumë deja vu. Duk deja vu ky moment. Me ditë sa herë kam thënë. Ndërsa, po rria dhe po mendoja. Po. A keni patur në një sekret ndonjëherë që e keni ndarë me dikë, me partnerin kryesisht? Tani. Jo? Po se nëse është sekret, pse ta ndaj, shihimi. Me partnerin, zemra, më vjen shumë mirë për ty, më vjen shumë mirë për të gjithë njerëzit që mbajnë sekrete, se mua kjo nuk më mban asgjë. Sa do thonte për ata që mbajnë partner. Jo, mua nuk më mban asgjë, unë nuk kam sekrete. Unë jam I libër I hapur. Me fëndërisht dytit me mua, me 2 ditë me veç gjitha. Është një flamur pak e kush ky, Xhesi. Si është kjo si ai TikToku? Si ai TikToku, do doja shumë të isha një vajzë misterioze që flet pak, but this mouth, edhe unë kur ulem jam A është kjo një flamur I kuq? Në shoqëri ose në marrëdhënie si të duash konsideroje? Ndoshta po, ndoshta jo. Të mban barku? Domethënë, zakonisht shqiptarët thonë çfarë ka barku, nxjerr bardhaku, është një shprehje këtu kur është e pirë, po ti e thua edhe pa derë, domethënë. Edhe pa derë. Mami im thot një shprehje, po ta mbajtën dhëmbët e tua, nuk ta mbajnë dhëmbët e huaja. E vërtet. Qëndron e vërtet është. Ne e themi dhëmbët, po e moderova pa. Okej, qëndron. Ne I pyetëm gocat në Instagram sepse po rrinë me njëra tjetrën dhe tha, "Muj, ne gocat mbajmë shumë sekrete."
Dhe tham ti pyesim që gocat tona aty në Instagram, kush janë sekretet më të errta që ju nuk i keni ndarë as me partnerin tuaj, sepse po ti merrte vesh, do ju shkatronte. Por kishte çuna. Vjen për të kishte mendur. shumë çuna. Kishte goxha çuna. Dhe ajo Të çfarë ndyr ishin, po ishin. Të filloj me disa sekrete që janë çik Më lajt. më të zbutura se sekreti i fundit që kemi lënë. Dhe unë po lexoj me Meglin disa. më impresiononi, sepse unë nuk e lexova të gjitha. Dikur kam Ashtu. qenë një striptiste. Ku kishe punu? A e njohim? Unë si mund t'i mbash Frekuentoni. Si mund t'i mbash partnerit të fshet faktin që ti ke qenë një striptiste, se kur ai të ka njohur, Ku të ka njohur? Po nuk është puna aty, se ja mund ta ketë njohur ajo ka kaluar punon në bank, për shembull. Po, kur Punon janë një striptiste vetëm në në bank, shtrat, Striptiste në po bank. ndoshta më ka pas Kaq- një fazë, ka punu striptiste jashtë, ka ardhur në Shqipëri, a ke pas se çfarë punon vërdall nëpër Shqipëri? Edhe imagjino tani kur të jenë të dy vetëm në privatësi për shembull. Tani ai dallohet që ajo është në departamentin e dhomës, dhomës së gjumit. Tani kupton ti Dallohet nëse që elastike. Çai thot ajo, kam rënë nga kali kur isha e vogël. Më duket pak e pamundur për të fshehur, me thënë drejtën, sepse do dallohet në dhomën e gjumit. Unë them ti vendosim asaj gocës një këngë të Cardi B's, edhe mendoj që gjithë ta kuptojmë që si hudat e Love Island u kuptua që kishte punu strip, po tha jo, po Që i nxirr bojën, i tregoj shoqeve të mia çdo detaj për të, çdo sherr, çdo gjë që thot dhe në nerva e sipër, madje dhe mënyrën si bëjmë seks. Që ka shumë i keq kur bën seks përderisa e tregon shoqeve në nerva e sipër. Sa nuk ka lidhje fare. Po, Është s'mangoj asgjë shumë e thjeshtë. Po zemra jo, po nëse ti tregon shoqeve me inat mënyrën se si bëni seks, do të thotë që ai që ka aq keq në seks, aty nuk e duron dot dhe ja thua shoqeve në nerva e sipër. Do të këtë mendoj unë. Okej, lëre. Lëre, tregoja ndoshta. Ajo ka nisur me nerva sekretin dhe pastaj thjesht ka dashur të thotë dhe mënyrën se si bëjmë seks. Mendoj që mund të varet nga Jo, unë mendoj që kjo ka pasur në sensin që sekreti që i mbaj unë të dashurit tim është mi tregoj çdo shoqeve, madje deri tek seksi. Po, fakti që ti detaje. u tregon shoqeve me detaje kur je me nerva me këtë dhe kur zihesh dhe për seksin, I said what I Imagjino, said. ajo tani i thot shoqeve ai mbrëm më bëri këtë, bëm këtë, bën atë dhe të nesërmen të fton ti për kafe me atë të dashurin e vet, ti e ul aty dhe e shef atë në sy dhe ai shefi mëngjes thot, si e a ke pushu? Un po qarta se jo, me çfarë mora vesh më. Ua, sa e sikletshme. Shumë. Nëse ka një gjë për cilën nuk do flisja, është seksi. Mira, jo, s'se diskutohet shumë. Kur ja, se kur është i mirë. Kur është i mirë, po. Ose kur Është për një shembull diskutojmë. është ndonjë Ose është akrobatistë kishtare. ajo striptizja që ti je i shokuar edhe thu Si ka mundsi bëri këtë? Bëri këtë? duket se ka punuar gigolo më përpara. Po. Sekreti im është që kam një account fake vajze, Se kemi të gjitha? ku flas, jo, këtë nuk e ke edhe ti, nuk e kemi dhe ne, nuk e ka askush, nga gocat, nuk këtu besoj se kemi. Që flas me meshkuj të tjerë, dërgojnë foto nudo, video, bëj seks chat me meshkuj të tjerë, ndërkohë me të dashurin, kam 5 muaj lidhje dhe s'kemi folur kur tema të nxehta, as nuk kemi bër seks ende, me të bëj si e virgjër, ndërkohë në të vërtetë jam djalli vet. Ua, kaloj Don me kejsohet. Me komentet, më thënë, unë kisha në vesh dërin e blertës, as e kemi të gjitha dhe vetëm kjo vinte dhe rëndohej. Jo, nuk e kemi të gjitha me sa duket. Jo, nuk e kemi të gjitha. Jo, nuk e kemi të gjitha një account fake që flasim me çfarë flisem me meshkujt e tjerë dhe dërgonte foto nudo. Bënte seks chat, ndërkohë me të dashurin e saj prej 5 muajsh nuk ka bërë akoma seks dhe ka thënë që është e virgjër. Tani, Wow, ç'a plot twisti. what was the reason? Kush është Se më i arsyeja? vajz. Do me thënë, se është shumë e qartë që ke dëshira seksuale goxha të bëshme përderisa Dhe nuk të bën dot i dashurim. po pse po Ajo bën si se ka seks chat. provuar ajo që ti thotë të dashurit që për shembull kam dëshira të ndryshme. Ajo thjesht bën si e virgjër dhe ai shkreti me vetëm po mendon që kjo po pret momentin perfekt për të humbur virgjërinë, ndërkohë motra Ai luven në Instagram fake. E di ça nuk kuptoj. E di ça nuk kuptoj unë këtu. Sa Në kupton? 2025, unë nuk e di ç'a mosha ka vajza dhe ç'a mosha kanë të dy, po në 2025 mendoj që janë shumë të rralla të çuna që ty të presin 5 muaj pasi ju jeni E vërtet lidhur, qëndron. që të Nuk e di keni kush pret raporte halal. seksuale. Halal ata që presin dhe bravo ju qoftë, domethënë po mendoj që janë shumë të rrallë. mendoj që kjo goca ka dhe sekretin që ishte striptiste. Ndoshta. Ndoshta.
Lidhen gjona. Bëri shumë sens Megli. Absolutisht. Sekreti është që nuk do t'ja them kur burrit tim që e ka të vogël, edhe shumë herë nuk e ndjej fare kur bëjmë seks, por kur nuk do t'ja them, do ja thyente egon fare. Ua, më falë që qeshëm. Nuk e prisja që ta lexoj këtë sekret. Nuk kam asgjë me sekretin, domethënë. O Goca, unë mendoj që është një hall shumë i madh. Çka nuk mendoj që duhet ta diskutojmë këtë sekret. Jo, unë mendoj që duhet ta diskutojmë sepse ai aty mbart një hall shumë të madh të Ajo e vua. Edhe ai ka hall. Dhe ai nëse merr vesh, se një mashkull je martuar dhe ke Shikoj, nuk është ajo, nuk është jo, shomi. Se këtu abstenoj, nuk është një gjë për të komentuar, se nuk është gjë që ndryshohet. Ai besoj shumë mirë në gjëra të tjera. Ashtu, ndoshta ai sot se i mendoj që është mjaftueshëm. Po për shembull, kur ti nëse e do atë personin, komunikon edhe you find other solutions, shkoni në sex shop, bëni gjëra, argëtoni. Po jo, nuk është meshkull shqiptare ke gjetë, meshkull shqiptare ke gjetë. Po nëse nuk e bën e rënon edhe i thua shiko ti. E ke si e ke. Ma ai ndoshta mendon që kam mjaftueshëm. Ti nuk je mjaftueshëm. Ua, ka gjë. Ti do jesh mjaftueshëm. No, më falni për Më falni për të. What the fuck? Jo, ajo thot, nuk e ndjej. Ajo thot, nuk e ndjej fare, o vlla, prandaj them nuk e mjaftueshëm. O zëra. Do të ajo shije 50 kg, duhet marrë edhe kjo. Jo. Megli nuk e tha. Po jo, po sepse më vjen shumë keq për këtë pjesë se ai nuk ka çati bëj asaj dhe mendoj që edhe ai vetë di se ç'do ta bëj. Ai di që sot ka procedura që është ai Tarzani. Okej, Blerta. Fal. Ai Tarzani ke abzat e filmave. Më falni, nuk është aq për qeshur. E sekretet e mia nuk janë kaq hardcore sa tuja. Tani kam tur. Lash të dashurën shtatzan pas një muaji dhe maman e saj. What the fuck? Pres të bëhem baba me 2 fëmijë. Mos u kurse, jepi, më thuaj çfarë të duash, e meritoj. Ka thënë. What the fuck? Po më fal, çfarë janë 2 fëmijë të këtij? Çfarë i bie tien? Çfarë i bie tien 2 fëmijë të këtij? Vlla e motër ose? I bjen fëmia me këtë gocën, i bjen mamin ta ketë gjyshe, por e ka dhe hall. Se hall? Si bie? Jo, domethënë ky çuni varen çelin një fëmijë, nëse fëmia mamas del çun, i bie çeli dhe ka gjithë fëmijë. Ka pra. Se nëse fëmia baby që ka bërë me maman del çun, i bie që bebin tjetër e ka një posembes. Ça dreqin Gjesi. Më çeli dhe ka. Kjo. Babai çipit çuni çape, çka ka çipit çuni çape. E merrte Arianiti çupën e çunit time, merrte, unë nuk e dija që çupa kishte borza, thrirza. Çka ka kjo goca, baby, ama ça. O Gjesi fokuso, ky çuni ka lënë shtatzan këtë gocën. Por dhe mamin e gocës. Okej. Tani do bëhet e motor kjo, do bëhet ose me vlla. Po. Por e ka dhe gjyshe. Sepse çaj çunti mamin fëmia ka gjyshe. Mamaja ka gjyshe. Po. Mamaja ka gjyshe. Incest, a quhet incest? Jo, s'është incest. Jo, nuk është incest. Domethënë po çfarë quhet pedofili, çfarë drejshi? Jo, është perversitet. Jo, gjeni një emër, nuk është normale. Është fjalës të ka mashtuar familjen. Literalisht. Ai ka dashur, ai është nxehtë me atë gocën edhe i ka thënë kjo, ti si je i mat, më tregosh se çfarë duhet të bëj unë, dhe ai ka thënë as jam i tat. Gyp. Edhe tani ka thënë kush është babi. Jemi 4 shok, 8 vite bashk. Ai i martuar me shoqen time të ngushtë, unë e martuar me kushuririn e tij. Vetëm më ngacmon 8 vite në sy të tyre dhe në privat është shumë i rezervuar. E pyeta burrin dhe më tha, mos ju njihja dukeni sikur kruheni. E pëlqej vërtet shumë, më bën të ndihem sin. Kam nevojë për një sirolaps dhe një fletore të mbi llogaritjet. Pra, ky e ngacmon këtë në publik. Janë 4 shok që janë çifte, e kupton? Tani, ai çuni që është i lidhur me shoqen e kësaj të ngushtë, ngacmon këtë
kur janë të gjithë bashkë. Është e lidhur me shoqen e kësaj të ngushtë. Po, janë gjithë grup shoqëror, janë të 4 grup shoqëror. Dhe thot më ngacmon kur jemi të 4, por në privat është i rezervuar. Dhe kjo thot që burri kësaj ka kuptuar këtë gjë, që e ngacmon, po thot që nëse nuk do ju një të dyve, I shkreti sa gjytërim. po pse? Ai thon s'do një të dyve, ai mendon ai ka besim te kjo. Po prapë gjytërim quhet. Po pra se kjo po thot mua ai më bën të ndihem sinë edhe më pëlqen. Unë thjesht mendoj që ai çuni është shumë tip flirtues edhe bën këtë gjë se nëse ai do kishte interes me vërtet për të gocën, do bën edhe në privat, në publik, do bën vetëm kur ishin të 4. Thjesht nuk e intereson mjaftueshëm, do thjesht Jo, mendoj që thjesht është kjo delulu në të pikë. Se vëmendje. jo, mendoj që ka shumë goca që supozohet dhe në trurin e tyre mendojnë që shumë çuna po i ngacmojnë, ndërkohë që janë thjesht pak flirti ose thjesht pak ngacmime kështu. Janë tip që bëj shaka, që janë më kind se ç'duhet. Janë edhe thjesht meshkuj që i pëlqen vëmendja edhe Po, se nëse ai do kishte interes për të ngacmuar në privat, jo, në sy të dashurit vet për shembull, në rast se do ishte kjo. Bën sens. Kur kam qenë 17 vjeç, kisha një lidhje me një bashkëmoshataren time, teksa një natë prindrit nuk i kishte, shkova të flija me të. Ndërkohë që fjeta edhe me motrën e saj 22 vjeç. Na fal, po s'kam pas faj për Zotin, ishte dëshira saj. Një rrugë 2 punë i dhon kësaj. Kjo thot, po, bravo. Fiks, një rrugë 2 punë ti mbyllim të dyja. Ai ka thënë natën shpirt, po kthehem. Aty ka pasur motrën kur u thye. Kur u thye. Komplet pa dashje. Po kthehem të fler. E mbylli derën Klodi. Mirë si ka hyrë mamit në këtë pikë, Ças po dëgjojmë. Unë ndonjëherë me këto që dëgjojmë refuzoj të mendoj që janë të gjitha reale, po ju Për kujtohem, zotin. I keni dërguar vetë, do t'ju bashkëngjisim këtu screenshotet i lexoni që janë të shkruara nga ju. Analizoj këtë se kam shumë shef. Lexoja. Kisha një shoqë unë që e tradhonte burrin e vet. Ky shkreti, që këtu kur thoti shkreti për burrin, që këtu shoqja mbrohet deri në pikën e fundit. Ky shkreti se dinte dhe një ditë e kapi mat. Ajo I tha, është I dashur I kësaj dhe do të fillova të pas ndjenja për këtë çunin unë në nëntor, bëjmë 2 vite bashkë, kurse me atë shoqen s'kam fare kontakt. Ça plot twist. Domethënë, kjo filloi të kishte ndjenja për dashnorin e shoqes. Po, që Super. Jo, domethënë dashnorin apo për dashnorin pas se sipas ka qenë. Jemi ne. Jemi. Jam unë këtu, Jam jeti aty. Blerda është dashnorim. Okej. Vje burri im, ti je shoqja ime. Dhe unë I them burrit, "Ua zemër, po ky është me Deri tash e këtë." dashura xhesi. S'është me mua. Do ti që ta mdolla unë ty fillon ti tu e pas qef tani ti s'e flet. dashnor, jo burri Domethënë, tanë. Xhesi, shoqja e ngushtë I ka marrë dashnorin shoqes. Shoqes. Por jo burrin. Dashnor e kishte. Por jo burrin. Absolutisht nuk ka rëndësi fare. Shoqja e mirë pas ka qenë. Kam edhe një surprizë për Blertën që kjo më erdhi mua anonim në Instagram. Mendoj Benardin e Andale sa herë bëj seks me të. Sorpresa! Surprise. Bën seks me dashurin e vet dhe mendon Bernardin tim? Apo bën seks me Bernardin tim? I sekondje. Kush bën seks me kë këtu se ka shumë pyetje. Unë mendoj që jo mendoj, jam e sigurt që ai imi bën seks vetëm me mua, kështu që mendoj që e kam me atë tjetër. Mendoj Bernardin e Andales. Kur thash fjalin unë jam e sigurt që ai imi e bën vetëm me mua, pash një tundje koke këtej nga ana ime djathtë. Kemi për të folur pastaj çfarë. Unë se shoh. Po më Po ti pëlqen, Blerta më pëlqen. Më pëlqen. Çfarë di ti që se di unë? Mendoj që duhet ta lë. Çfarë di ti që se di unë? Bani Blertën. Mua më pëlqen që ajo ka thënë mendoj Bernardin e Andales bëj madhe a e madhe Mirë që dhe kur sa e bëj seks me të, ke përgjë irrelevant me partnerin. o goca, Ja, ky është një sekret që nuk I thuhet partnerit. I thuhet partnerit vërtet. që mendoj ti këtë të bëj seks me ty. Për shembull, një nga Andale. Nuk jo vë Mendosh faj. njëri nga Andale të bë seks. Mërshme. Jo, nuk jo vë faj, keni shumë të drejtë. Jetoj jashtë për studimeve dhe kam një të dashur të huaj. Kur isha në Tiranë, këtë verë e tradhova vetëm një herë. A më se një herë nuk quhet. Me thënë të drejtën. Tradhove vetëm një herë nuk quhet. Nuk u pendova, thjesht kuptova që I dashuri im aktual është ai që dua të kaloj jetën. Ua. Kur erdha këtë në shtator, I thash I love you dhe I më tha back. Ishin të our first I love yous. Unë jam sigurt që këto janë më shumë se 16 vjeç.
Jo, po, I thash my first I love you. Mirë thotë dua për herë të parë, e kupton që do. Unë mendoj që prandaj ne firma shqiptare kemi nevojë për një mashkull shqiptar dashur dhe jo të huaj. Fletra, Shqipëria tra thova kur shkova thash I love you, I love you back se si ka thënë ai ku je me kë je. Ka thënë natën. Po. Aty do ai me kë ke dalë rreth te motrat, shef foto urgjent. Urgjent me çelën tavolinë. Me kë je kamerë. Shqiptarët që ta mbledhin, më të kërkon një foto kur ti del, të kërkon të ndezësh lavatriçen, ti në shtëpi. Të thot për plaste derën kur të dalësh atë gjë që bëu krau. Absolutisht, domethënë, kjo është shumë shqiptare dhe më keq se kaq. Më mirë se do të shihni të cilë karikusin kur I thua s'kam bateri dhe do të shkuli flokët me ledhati dhe thot ja ku e ke. Unë nuk e di. Ku gjeni kështu? Ne na rafte mira, ne na zën sytë mira me këta çunat shqiptar. Si thot ajo, trastova tek I herë, thot, tek I herë atë të huaj. Mirë, shikoj, para punës nuk quhet se ajo është I huaj. Nuk quhet. Ja shkupiri nuk quhet. Nuk quhet super. Kjo tradhtia e ka ndihmuar atë për ta kuptuar që ai ishte I dashur I saj ardhshëm që të kalonte jetën me të. Absolutisht. Po më ti për shembull kur shkon të blesh makinë, provon makinat për të pasur se kush makinë pëlqen. Unë s'kam mas makinat, e zëm se. Unë mendoj që janë shumë hardcore këto xhesit. A mund të një kështu disclaimer se ju I merrni ju edhe këto që lexojmë ne I merrni literalisht, por është satir, you know? Satir, fakt. Ka një tjetër e fundit kjo. Ai e do shumë shoqen time të ngushtë. Domethënë si shoqja. Po, jo, një sekond. Se di që unë dhe ajo kemi patur një histori 3 vjeçare bashk super pasionante, se ka idenë që jam biseksuale. Plot thickens. Ua. Prisja një tradhtim I disë të dashur të kësaj shoqës së ngushtë, por jo. Ishte tradhti femrash kundër të dashurit. Zero po dal me shoqen. Di shpirt, s'ka problem me shoqja. Ua, tani imagjinoj, e di në çfarë periudhë jetojmë? Jetojmë në periudhën që ne duhet të shqetësohemi më shumë se I dashuri jon mund të na trajtojë me një çun, sa me një gocë dhe anasjell. Ai dashuri të shqetësohet që ne mund ta trajtojmë me një gocë, jo me një çun. Un kurr. E tmerrshme. Po të mos jetonim në Shqipëri me shumë mundësi ato të tre do u lindën bashkë, do jetonin në një apartament të tre bashkë, do ishin poliamoros. Poliamoros, Megli vjen gjithmonë me diçka të re. Poliamoros. Por tani I mbaruat sekretet tuaja hardcore se I mbaruam. Ju mbajta një letër që na dërgoi një vajzë, të cilës ju luta 2 orë në Instagram që na e thoshte këtë në telefon dhe të lidhej me ne, por më tha që është shumë keq emocionalisht dhe nuk mundet që ta bëj, kështu që e mirë kuptova dhe na e dërgoi letrën të shkruar dhe do t'ua lexoj tani. Ajo ka dhënë goxha detaje, mua më pëlqeu shumë, kështu që shpresoj që plot twistin në fillim ta ndjeni dhe ju si që ndjeva unë dje kur e lexova. Unë njerë. Goca si jeni? Kam një sekret që nuk e kam darë as me shoqet e mia të ngushta, me frikën se dhe pa dashje mund të dalë nga diku, por ju tani e keni këtë fuqinë që na bëni t'i tregojmë gjërat dhe na jepni mendime e nuk na gjykoni. Kur kam qenë 14 vjeç, kisha një shoqe të ngushtë që jetonte ngjitur me mua. Ajo kishte një vlla më të madh që ishte 18 vjeç aso kohë dhe e shija thjesht si vllain e shoqes, por kishte gjithmonë atë figurën që nuk fliste shumë. Nuk I jepte muhabet të gjithëve, ky tipi që kur hynte në dhomë të gjithë e kthenin kokën. Pas një viti, kur ai ishte 19 vjeç, vinte shpesh na merrte nga shkolla mua dhe motrën e tij dhe aty nisa ta shija ndryshe. Nuk e di nëse mund të them që nisem të flirtonim, por nisem duke bërë shaka, tallnim motrën e tij. Më bënte shpesh të ndihesha speciale, më fliste me atë qetësinë e tij dhe një moment e kapa veten që çdo ditë doja të vishesha bukur, të bëja pak make-up për t'i pëlqyer atij. Kjo gjë zgjati rreth një vit. Unë fillova të reagoja keq sa herë që motra e tij më tregonte që ai ishte lidhur me një gocë. Nuk e di nëse motra e tij e dallonte, por sjellja e tij me mua nuk ndryshonte. Madje më qetësonte më shumë. Më dukej sikur ai lidhej me to, por nuk I donte dhe thellë më donte vetëm mua. Më dukej sikur kishim diçka të pashpjegueshme. Dhe mund t'ju duket dhe lulu tani, por kur ishte ai 20 dhe unë 16, nisi çdo gjë. Nisi të më ftonte në dates. Në fillim me pretekstin që shikoj se Dea, motra ime, nuk vjen dot, a do vish ti me mua? Pastaj u puthëm dhe më vonë seksi. Ishte dashuria ime e parë, ju betohem, më dukej sikur e kisha pritur me vite atë ditë.
Ndihesh aq e lumtur dhe aq e përmbushur dhe më dukej sikur nuk do ndaheshim më kurrë. Madje bëjmë premtime njëri tjetrit që edhe nëse do ndaheshim, ne do ishim gjithmonë dashnorë të njëri tjetrit. Kur nisa shkollën e lartë, gjërat nisën të ndryshonin. Dashuria dukej sikur ishte akoma aty, por ai u bë shumë xheloz dhe toksik I tmerrshëm, sa shqetësohesh dhe me kë do ulesha unë në bank. Me mendimin që isha e vogël, që isha naive dhe ai po përpiqej të më mbronte. Unë e doja shumë dhe e urreja kur më trajtonte si të vogël, xhelozit dhe sherrët për arsye koti. Por vendosa që të ndahesha sepse po më prishte paqen brenda vetes sime. Edhe kohë pas ndarjes, e pranoja që e doja akoma dhe I kisha thënë atij që nëse jeta do na përballte një ditë, do të mund të zgjidhnim ndoshta gjërat që kishim lënë pezull. Koha kaloi, unë takova një djalë tjetër, I mirë, I dashur, shumë I përkushtuar ndaj meje. E dua shumë, e fitoj dashurinë time shumë shpejt. Çdo gjë shkoi shumë mirë dhe ne tani jemi të fejuar. Derisa një ditë më tha që ne do takonim kushëririn e tij nga Amerika. Ma kishte përmendur shpesh që kur kishin qenë të vegjël, kishin qenë gjithmonë të shumë të lidhur këta të dy bashkë. Ja. Aha. Po ai e thërriste me një nofk dhe unë isha mjaftuar me aq dhe nuk e kisha kuptuar asgjë. Derisa e takuam. Ulëm të dy në tavolinë dhe gati sa nuk na ra pika. U hoqëm sikur nuk ishim parë kurrë më parë. Ja. Janë takuar, u pasuam me disa takime, por e keqja është që ai tani ka filluar të jetoj prapë këtu. Nuk mund t'ja them do të fejuarit tim, sepse ai do më lër, jam e sigurt, por as nuk kam faj se unë nuk e dija që ai ishte kushëriri vet. Çdo moment me të, shëndrohem në atë budallaqen e vogël që kam qenë dikur, pra ata vazhdojnë dalin. Jo. Dalin tani. Ai është single dhe në sytë e mi duket sikur më sheh akoma njësoj, me po të njëjtët sy që më shikonte I vogël. Dhe po të ndahem nga ky, prap nuk do lidhem dot me të. Si më bë mishi. Nuk e di në këtë pikë ç'do ndodh, por këtë gjë nuk mund t'ja tregoj askujt. Siç u pata thënë, jeta na e shkruaj të takoheshim prap, por në këto rrethana. Mua më duket si një rrugë pa dalje. Ua. Ajo I ka thënë dikur që nëse jeta na ndan dhe na bën prap bashkë, atë do të sqarohemi, tani jeta ka bërë prap bashkë dhe nuk mund të sqarohen dot. E kishte thënë në fakt që edhe do ishin dashnorë të njërin tjetrit. Ato. Nëse mund më falni. Kishte thënë edhe Ato mund të jenë, kupton dashnorë, po ç'do. Jo, qartazi janë, sepse ajo është e fejuar, ky është I kushëriri I tij, ata vazhdojnë dalin. Sa e keq është kjo kur bën këtë premtimin, domethënë që nëse jeta do na ndajë, të na ndale do kthehemi prapë, domethënë edhe ndodh dhe ti e kupton që thjesht nuk bëhet për të qenë bashkë, sado që është dëshira aty, thjesht janë shumë rrethana që nuk e bën. Po është pak shumë e komplikuar. Është shumë e komplikuar kjo. Tani un kam dhe pyetje, se ky ka qenë shumë I vogël. Sa ishin 14 dhe kjo? Jo, 16 me 20. tu filloi lidhja. 14. 14 ishin një orë, po lidhja është 16. Do të thënë, jo, I kishin filluar të dilnin 16 me 20. Është shumë e vogël. Ndoshta Kiçuni është pak red flag që në fillim që ngacmon ai 14 vjeç. Kur ishte 19, si mendon? Jo, nuk I di. Se di, do të thënë është pak, po është pak problem. Mua po më duket sikur po lexoj një histori në Wattpad. Po lexoj në Wattpad isha që invested my best friend's brother nga këto. Jo, është shkruar shumë bukur, po. E ka shkruar shumë bukur dhe unë jam shumë falënderuese që ju po na tregoni çdo herë më shumë histori të tilla shumë të bukura. Po nuk ka të bukura për ne, ajo është hall për atë. Po, ai nuk ka çfarë të bën tash. E tregojnë shumë bukur dhe fakti që gjejnë tek ne atë strehezën e vogël për të na treguar historitë e tyre. Tani ç'të të themi kësaj? Ç'të themi kësaj tani? Ne e gjykuam pak, jo nuk e gjykuam. Asnjë gjykimi. Thjesht tash ata e kishin thënë njëri tjetrin që do ishin dashnorë të njëri tjetrit. Që mendoj që partnerja saj, nëse ajo do fliste, mund ta kuptonte dhe nuk mendoj që do ta lente. Meshkuj shqiptar, sa mund ta përballoj dot një mashkull shqiptar, që atë ketë qenë lidhur. Jo, e di ku është problemi, mendoj që ajo është dashur thënë në fillim, tani do të kalu kohë, ai do të thënë pse s'më ke thënë, se e gjën gjithmonë. Jo, një sekondë, ti mund ta thosh që po nuk di s'ta thoja apo ku diun, po nuk është problemi, problemi qëndron që nëse kjo nuk do ndjente më për kushërinë e tij, edhe mund t'ia thoshte për ta hequr si barr. Problemi qëndron që kjo ndjen akoma. Po, ata tani vazhdojnë dhe dalin bashkë me njëri tjetrin. Dalin akoma, ata duhen akoma në këtë pikë. Ai thot, ai më shikon akoma me sytë që më ka parë që I vogël pa ka një gjë. Se nuk e ç'ti thuash, ti thua lëri të dy, kush të I linte? Askush do linte të dy. Ne themi, "Çu se bëjmë si moral, po s'bëhet valla." Tash kjo, këtë fejorin e do shumë.
E do shumë. Do, po nuk e dashuron. Nuk e dashuron, Po mirë, pra, nuk e po mirë, ai dashuron. se t'ja them unë këtë. E zëm se kjo tregon fejuarit dhe vazhdon prapë lidhje me atë që ka pasur. Nuk mendoj që do funksiononte. Të funksiononte pra. Jo, nuk Po ka një mendoj që do arsye pse funksiononte. plus mendoj që ai unë e kuptoj më mirë nga të gjithë kur ke parasysh kur ke të dashurinë për herë të parë dhe çdo ndjesi është për herë të parë. Ndjesia dashurisë, xhelozisë, gjitha këto dhe ndoshta në botën ku ajo është tani, ai nuk i përket më, domethënë nuk përshtaten më dhe ndoshta është dhe nostalgjia dhe çfarë ka qenë. Kështu që unë them shplaje fytyrën me ujë të ftohtë, futet një tas me akull, deri përpara pasqyrës, gjunja 2 shpulla vetes, hajde në vete, dhe mundohu të evitosh sa më shumë kushuririn. Edhe Unë them, por jam shumë e sigurt të më kishte rrëshqit situata pak nga kontrolli, por prandaj ne jemi këtu për ty. Unë besoj shumë fort këtë gjë që të gjitha gjërat në jetë ndodhin për një arsye. Dhe gjithmonë me këtë parim kam ecur dhe në jetën time dhe çfarë do lloj gjë që më ka ndodhur thoja, më ndodhi kjo se ka një arsye që do vi diçka tjetër pas. Po, do kush ka një arsye? Dhe fakti që ju të dy jeni ndarë dhe keni shkëputur rrugët me njëri tjetrin, por sërish të rigjetet njëri tjetrin, ka një arsye sepse jeni ndarë. Ndoshta ty të ka ardhur ky tani pse erdhi prapë ai tash aty, po ka një arsye, ndoshta është për të testuar, ndoshta ai tani ka ardhur në jetën tënde sërish për të testuar nëse ti realisht e do të fejuarin tënd dhe kjo gjë ja vlen për të vazhduar. Apo do ishin. Kështu që mendoj që duhet ta shikosh mirë. Varet ka arsye pëlqen ti, për çfarë mendoj që ta ka thënë Zoti prap. Bën një listë pros and cons. Tu futet zemra domethënë në lojë xheshi. Nuk ka zemra aty ka vetëm pasion dhe tru. Zemra nuk ka, më besoni. Unë mendoj që ajo që diena në këtë moment tani unë jam askush të them asaj, po mendoj që ndonjëherë kur shikon dikësh dhe nostalgjia shumë e madhe dhe të gjitha këto. Pasionin për pasionin nostalgjia. Ajo tani e don këtë çunin edhe kanë marrë dhe settle down dhe tani ky ka ardhur si uragan që po i shemb shtëpinë. Që i sjell shumë ndjesi. Po ndoshta dhe ato mund të mbarojnë dhe kthehesh prapë te kontrolluesi dhe të gjitha këto gjërat e tjera, kështu që nuk e çdo këta kontrolluesit. Mirë, tani me që e hapëm si temë, goca ju si mendoni, a mund t'i tregojmë çdo gjë partnerit? Jo. Pse? Jo. Pse? Ka një arsye, tani këtu ka dy gjëra. Partnerit nuk mund t'i tregosh çdo gjë, sidomos në lidhje me të kaluarën tënde dhe gabimi më i madh që bëjnë gocat kur lidhen është që fillojnë dhe i tregojnë partnerit çdo gjë, çdo gjë për të kaluar. Ti realisht mendon që gocat tregojnë çdo gjë partnerit? Ka që goca që e bëjnë. Dhe çfarë ndodh? Fillon dhe partneri yt niset njohjen me ty me një paragjykim. Dhe nuk lë rast pa ta përmendur kur vjen situata dhe se kur vjen. Se s'ka inteligjencë emocionale, ja trash. Bravo Migli. Sepse nëse ti jo të trash, nuk kanë inteligjencë emocionale. Të trash i bie. Jo, se mua më vjen shumë di se njerëzit kërkojnë, domethënë kanë double standards. Ti thua unë thua që jemi si shok, dua të më tregosh çdo gjë dhe ju keni një marrëdhënie shumë të shëndetshme, ti tregoni çdo gjë njëri tjetrit. Dhe pastaj ai çon ti përmend. Tani me kë çfarë kërkon? Ka dhe ata që nuk i përmendin, por domethënë cila është arsyeja që ti do të ndash të kaluarën tënde me partnerin? E kaluara për një arsye është e kaluar, nuk ka nevojë ti tregosh as sa ke patur. Po nëse bën muhabeti më se nuk do të dalun të them atit unë kur në 99 kur linda dhe ika. Ka që e bëjnë, ka goca që e bëjnë sepse ju duket si një shprehje, domethënë si sinqeritet edhe besikëri kundrejt partnerit të tyre, kupton? Atë e bësh herë dy herë, pastaj do kuptosh që s'e meritojnë edhe thjesht do bësh gurë. Ne mos e bëni. Si Xhesi do bëj? Nuk e di, varet. Tash unë flas shumë edhe eskalon në një situatë nga duart. Ti ka nga këto tipa që i thupa dashje shumë gjëra. Nga overexcitement. Xhesi do të na di tash e lumtur që mund ta pyesë çdo lloj gjëje dhe do të thësh them. Por tani duhet qenë se i gjithmonë në dilemë, a mund t'ia thuash partnerit ose jo disa gjëra. Unë nga bër një listë, dhe bëj prap një lojë që a mund t'ia themi dot këto gjëra partnerit apo jo. Hajde. Qartë. A mund t'i thuash partnerit më mungon periudha që isha single? Jo. Tani periudha që ishe single, nuk e thua do se do ndash deri single vërtet pastaj. E para punës nëse do partneri nuk e ndjen mirë se për çau lidhe, për nëse i do i thuash partnerit që më mungon periudha kur jam single. Sa tregon dot, domethënë. Po më single. E kam bërë unë këtë? E ke bërë, ha? Sa e keq. Pra. Po ndonjëherë mund të vinë nga genuine. Ke parasysh që ke pas shumë jo aventurë, jo në lidhje single për çështje dashurie, po ke pas edhe më shumë kohë se për ndonjë gjë specifike dhe të vjen kështu, po që jo me qëllim. Nuk mund të thuash domethënë. Unë kam bërë këtë gjë.
Po nuk e kam bërë me tendencë negative për ta bërë atë tjetrin të ndihet keq, dhe nuk mendoj që ma ka marrë ashtu, se nuk e di se ma ka marrë, se tani ka ik, po. Ideja është me pas. e bëja kështu në sensin që kur isha single atëherë. Sa knaqesh. Goca. Sa mirë sa vetëm pa ty. Imagjino të thotë ty partneri, sa mungon periudha kur isha single. Ta Allah është një shpullat. Turinve badu për tokë. Absolutisht, jo. Kush është tjetra? A mund t'i tregojmë partnerit që më ngacmuan në rrugë? Zëraj. Ja themi. Se do nxjerrët palarat të timit pas pensje. Edhe mund t'ja thosh, Ja thash më tash është reagimin, si reagon. Po, po. A zemër s'ka gjë, apo zemër ku janë ata ti plas për tokë? Ky është reagimi. Kush Jo është ai? Jo imi, timi. Okej. Kush është ai? Ku nga dolja? Ku futa minusishi apo doli nga zero? Ah, ja pra. Prandaj për të Po reagimin ja tregojmë. Unë mendoj që nëse i thua Se do t'ja ngacmoj, ai do thotë po normal me zemra ime sa e bukur ti kur ngacmon ty. Po shijon dhe kjo tjetra po tek shumë Pra e shijon, pa vërtet shijon. Po ai që ka në masivisht atë nuk e ka këtë. Jo, E vërtet, po ka me lezet, po them unë, jo, një nga këta që bëjnë si kur tani kanë parë me sy. Pa. Okej, Berta. Okej. Ai tregon partnerit që të ka shkruar ishi? Pa. Kur i shkruan ti? Që të ka shkruar ishi ty? Po i tregojmë kur. Ku i shkruaj vet jo. Kur i kthej jo. Kur i kthej unë jo. Stay toxic queen. Domethënë prandaj pyetëm kur i shkruan ti apo kur t'ka shkruar ai? Kur t'ka shkruar ai po i tregojmë Lesi. Ai tregon partnerit që ke një shok ose koleg të ngushtë në punë. Që shkuj kolegi ngushtë në punë. Folëm që nuk i besohet as kolegu të ngushtë as shoqës së ngushtë. Po, ne kemi kolegë të ngushtë, nuk e tregojmë. Ja. Vetëm nëse kolegu i ngushtë është gay, po ja tregojmë. A mund t'i tregojmë partnerit numrin e saktë të ishave? Ja. Shiko, po, vetëm nëse ai e bën, jo prit një sekond, kam argument. Vazhdo. Unë mendoj që nëse një mashkull në 2025 të pyetur se sa ke pasur para meje, ose sa lidhje, ose sa partner, ose me sa veta ke bërë seks, ti çosh dhe nuk i flet më. Sepse nuk mendoj që është një pyetje që duhet bërë në atë lloj mënyre. Por, nëse vjen në mënyrë genuine dhe ti bashkëbisedon, transparenca është shumë e rëndësishme, nëse ti sheh diçka me këtë tipin. Dhe pastaj ti i thosh numrin e saktë të ishave. Shiko, ka një gjë këtu sepse ish është fjalë shumë e madhe, ti ke qenë e lidhur. Unë për shembull me një njerëz kam qenë e lidhur. E kuptoj. Atëherë do ish është që ti ke dashur, je investuar, ke kaluar kohë. Atëherë e tregojmë. Pra është i rëndësishëm për jetën tënde. Po gjithsesi përgjigja është standarde nëse ta bëjmë këtë pyetjen. Cila është përgjigja Xhesi? 3. Kam patur thjesht 3. Po nëse është mashkull dhe se me sa goca ke bërë seks para meje? 6 e kanë çunat, goca kanë 3, rregulli i artë i çunave është numri 6, rregulli i artë i gocave është numri 3. Ose është 2, ti je i treti, në varet se sa seriozisht e ke me këtë. Absolutisht. Varet se çfarë mendimi do që të ketë për ty, e kupton? Ne thjesht po tallemi, nuk e bëjmë kurrë ka gjale. Merrem me sportin. Lutem, dua të bëj një grafik që sa herë të bëjmë këto të dalë një disclaimer këtu post. Satire, se janë të trash. Derisa të kuptoj audienca e TikTokut që çfarë është satira, ne kemi shkuar 60 vjeç. Ndoshta edhe 90. Ndoshta inshallah. Me protest ngoj. Po sa bëm një kështu të na lajm. Akoma për me ku flasim këta. Sa idiot. Po këto akoma që janë bërë nuk ka prekur mashkull me dorë. Këto do jemi ne kur të jemi 60 vjeç dhe 60 është pak në 10 dhe do jeni ju akoma prapë që komentoni. Ama, do kemi gjetë sponsor të klinik deri atëherë dhe jemi me Gjesi. Na ka në dhëmbin e Floririt. Gjesi do këtë bërë Floriri dhe telat edhe. Like sugar, plakne. Like sugar. A mund t'i tregojmë partnerit mendimin real që kemi për ishin e tij? Absolutisht po, me gishta në vesh. Mendimin real? Ja përdorim kundër kur na acaroj. Sidomos po pati pas ishin e mirë. Ha, do a thua që ishte e mirë? Ja kam thënë. Që ishte e mirë? Është krenari. Sa më të mirë ti ket ishat, aq më krenaria. Po, jam dakord me ty. Ashtu është krenari ka tani, është ora kuta.
Ishte personale kjo. A mundi të tregojmë partnerit që kemi nevojë për hapësirën tonë personale? Po tjetër që po. Ja, këtë s'di ta bëj unë. Pa tjetër që po, dhe kjo ka një fjali kyçe. Shtu andi. Dhe shtu e mund shketi, i kanë për jashtë, të shokët, Jo. luan futbol, luan kalceto, të vinë orën 3 në shtëpi. Po prandaj. Kjo- Bylle buçel bylle. Kjo do rri toksike gjithë jetën e vet, ma bën pyetje nuk them po, kjo vazhdon elaboron në Ajo toksicitetin është e toksike, saj. wannabe, ajo është lover girl, 100% thjesht bën kota ka fasad, ajo vdes maran. Atëherë, Jessi dhe të gjitha Po kupton gocat që Mikli. identifikohen si Jessi në këtë panel treshe pa manuali. Kur ti treshe me ngli. Kur ti ke nevojë për hapësirën tënde dhe mjafton thjesht t'ja komunikosh të dashurit dhe ti thuash, shiko, unë mendoj që është bërë pak, ndjem pak e mingarkuar, po e them shqip, se nuk po kam them mingarkuar unë ty? overwhelming. Të kam bërë kuar unë ty? Po më kemi ngarkuar ti dhe jeta. Jeta është e gjatë, jeta është e ngarkuar, dita ime është e ngarkuar. Kam nevojë për Unë hapësirë. ca faj kam, unë ca faj kam. Do të ai. Ca faj kam unë. Do ta thot me zonjë. O pereni. S'm do mua Ka afër. nevojë të kesh faj. O Gjesi, nuk ka nevojë të S'do kesh më faj. afër. Është thjesht jeta që ndodh dhe ke nevojë për hapësirë. Ja, mu problemi. Po nuk ka nevojë të ketë një problem. E di çfarë do thoya unë jetën reale tani. Po se them do, se kjo ja mungi bëhe me nerva. E kupton? Unë mendoj që nëse ja thua kështu siç e the tani, do marr personale. Po kësaj nuk kam formë si t'ja them Dhe tjetër. nëse mendoj, unë për shembull, po mundohem të punoj me veten dhe prap nuk jam në atë nivel. Mendoj që jam në këtë nivel. Do të them, shikoj se kam pak punë, se kam po mlese, më vdiqe. Kjo ndodh kur nuk takojmë terapisten. Dhe ky është një tjetër sezon që ne duhet të takojmë një terapist. Unë mendoj që nëse ne të treja shkojmë në terapi dhe vim këtu në studio, nuk do qeshim më E vërtet, njëri. kështu Do fillojmë të themi, unë e kuptoj shumë Blerta mendimin tënd dhe e vlerësoj, por As pak interesante për të publikuar. Mendoj që jeta Prandaj- edhe është kush do bërtasi me gishtan vesh. Para sa mbyllim. Ha. Keni po? parasysh që unë bëra thirrjen që çunat të bashkoheshin në Ne pamanual? bashkuar çuna? Kanë filluar të shkruajnë çuna që duan të bëjnë pjesë e përballjeve me ne të treja kur ne shajmë dhe degenerojmë meshkut. Çuna! Degenerojmë është fjalë keqe, po doja të thoja i shajmë. Pa, Shplaj. çuna, I lajm, i goca, fal, tek pa manual by Andale, na bëni follow, na dërgoni historitë tuaja dhe na dëgjoni në Spotify. Jemi shumë interesante. Sidomos me këtë zërin e Jessit, e di si dëgohet ky E podcast. di si bëhet aksidenti, më fal, e di si dëgjoj. Kështu që unë e kam me çunat. E kam me çunat. Çuna. Kemi nevojë për burra me rë që të na përballin në këtë emision, në pa manual, kështu që shkruani në pa manual Bajandale dhe duam t'ju dëgjojmë, mos flasim vetëm ne. Natën e Hajde, mirë, natën e ju mirë. presim. Natën. Ándale.